Tamam me nën që Ballkani ka shans me bo ma mirë, veç kur del policia Serbisë do të mama birën që ta është kallëzojune. Lidhe tabletin me dalje nëse është e mundshme, që kjo është një prej simboleve të cilin e kanë bart ose e kanë pas veshun ose e kanë lidh për kerri, po flasim për një kerr të markës Audi, 4 shtetas të Shqipërisë të cilët sot janë arrestuar në Serbi, për shkak se kanë pas qëtë simbol. Shtetas të Shqipërisë, kerri me targat Shqipërisë, janë arrestuar edhe policia, ndër të tjera policia e Serbisë thotë që kjo është provokim, për shkak se në ditën e përvjetorit të bombardimeve të NATO-s ndaj Republikës Federale Jugoslave, këta në video kanë postu video në rrjetet sociale duke kalu në për Serbi edhe duke valvit që ato që si mas policisë Serbis janë simbole nacionaliste edhe provokuse. Kur flasim për Ballkan, na seriozisht sot dush Kosova me qenë keq e shet që Serbia është veçër një shkallë ma ullë se na gjithçysh. Na si shqiptar, për çfarë po them, na kur të mira pi Serbisë keme prit. Këto cilëson provokim, se i ka mundësit me cilësu provokim. Neve shteti i Serbisë na provokon çdo ditë. Me deklarata, në kufi, me... Kupton? Po është loja e tyne, cilën shqiptarë zbën me ranë provokim sajna, edhe pse unë po besoj që është shekulli shqiptarëve, shqiptarët me konë me u bo bashkë janë 10 herë sot më të zotë se Serbia. Në Kosovë, ose në cilin dush vend demokratik, nëse e vesh një majic, a është kjo arsye për mi arrestu 4 veta? Jo, nuk do të ishte edhe nuk është arsye për faktin se nëse nuk rrezikon rendin dhe sigurin publike, ajo është i lirë me vesh majicën dhe simbolin e shtetit që përfaqëson. Mirë, po në Serbi është pak ma specifike, edhe kur është rasti konkret, shembull në për fusha futbolli, ose shpalosja e parullave të ndryshme të cilat lidhen drejt për drejt me ofendime edhe me pretendime territoriale, asnjëherë nuk ka ndodhur, përkundrazi fatkeqësisht edhe mediat publike në Republikën e Serbisë nuk i kushtojnë rëndësi dhe vëmendje për të ndërruar diskursin, i cili ndërrimi i atij diskursi mediatik do të ndikonte edhe në edukimin përgjithësi të masës. Megjithatë, këto veprime atje ndërmerren për të kriju një opinion se reagon çdo që ata e cilësojnë si provokim për faktin se ata e lidhin me ndërhyrjen e NATO-s në ish Jugosllavi, përkatësisht 24 marsin, e cila ditë realisht bani kthesën jo vetëm historike në Ballkanin Perëndimor, por edhe ishte rasti i parë kur NATO-ja ndërhyrje jashtë kompetenca dhe autorizimeve që kishte ajo me kartën e saj dhe për herë të parë testoi kapacitetet e saj për të vepruar në një situatë